Ana Konxhedo, një artiste me rrënjë nga Ukraina, e detyruar të largohet nga vendlindja që nga fillimi i luftës ka gjetur një shtëpi të re në Kosovë. Që nga dita e parë ajo u integrua shpejt në shoqërinë kosovare dhe vazhdoi të ndjek pasionin e saj për pikturën, duke e kthyer artin në mënyrën më të bukur për të rindërtuar veten dhe për të krijuar një jetë të re larg konfliktit. Si po ndihesh në Kosovë dhe që kur je këtu? Kjo është hera ime e dytë në Kosovë. Herën e parë kam ardhur në vitin 2023 dhe kam jetuar këto për më shumë se një vit. Por pastaj baba e mos së mor dhe për këtë arsye pata nevojë të kthehem në Ukrainë. E dua popullin këto, mikpritjen, kulturën. Të gjithë janë kaq të dashur. Është vërtet një kënaqësi që më ftuat për këtë intervistë. Kam parë edhe TikTokat e tu. Përmbajtja juaj është fantastike. A mund të na flasësh për pjesën kur po ndihmoje qente pastre në Prizren? Si ndodhi kjo dhe si reagove kur pe situatën me kafshët? Kur arrita në Prizren, isha shumë habitur, pa shumë qenë të mëdhenj në rrugë dhe ndjeva se kishin nevojë për ushqim, ilaçe dhe kujdes. Ishin shumë të mëdhenj, sikur këta qenë që sillen këtu pranesh dhe njerëzit kishin frikë prej tyre. Mendoj se është një ide shumë e mirë që të krijohen streza të përshtatshme për ta. A kujdesesh personalisht për ndonjë qen apo mace? Kam një mace në shtëpi dhe në vitin 2023 kur ushtarët Rus bombarduan zona të ndryshme në Ukrainë, shumë kafsh vdiqën brenda disa minutash. Së bashku me nënën time ndihmuam kafshët që po vuanin, sillnim ushqim dhe ilaçe. Ishin të trembur. Vetëm duke ja parë syt mund të ndjeje se ata kishin nevojë për ne. Siç thot gjithmonë nëna ime, kafshët nuk mund të punojnë apo të kërkojnë ndihmë, ne duhet t'i ndihmojmë. Ndoshta dikush mund ta marrë një qen në shtëpi dhe ta bëjë të lumtur, sepse ashtu si njerëzit që jetojnë në rrugë nuk janë të lumtur, as kafshët në rrugë nuk janë të lumtur. E ndjen vërtet këtë? Po, e ndjej thellë. A ke zhvilluar më shumë empati që nga koha e luftës në Ukrainë dhe që nga ardhja jote në Kosovë? Po patjetër, gjatë luftës kisha shumë kafshë në shtëpinë time nga zonat e pushtuara, kishin frikë, nuk hanin për 2-3 ditë për shkak të panikut. Mund ta shikoje frikën në sytë e tyre, por duke qëndruar me ta dhe duke u kujdesur për to, mund të ndjeja lumturinë dhe qetësinë që ata ndjenin kur ishin më në fund të sigurt. Në TikTokun tënd, ke thënë se ndjen veten si në shtëpi në Kosovë. Në fillim mund të kishe ardhur për siguri, por më pas gjete punë, meq dhe një jetë këtu. A mund ta shpjegosh këtë dinamik? Po, herën e parë që erdha këto ishte thjesht për pushime dhe për të takuar disa miq. Mendova se do të qëndroja vetëm 2 javë, por pas disa ditësh më telefonoi nëna ime dhe më tha: "Qëndro atje ku je, do të dërgoj bagazhin sepse në Ukrainë ishte një dimër i tmerrshëm me bombardime." Pra, vendosa të qëndroja, sidomos sepse doja shumë popullin, kulturën dhe vendin. A ke humbur ndonjë person të afërt apo të rëndësishëm në Ukrainë ndërkohë që ishe këtu? Po, këtë mars, baba im vdiq nga një sëmundje. Një muaj më vonë, shoqja ime më e mirë vdiq pasi raketat goditën shtëpinë e saj. Shumë civil kam vdekur, edhe një javë më parë, shumë njerëz u vranë nga bombardimet. A ndihesh më e sigurt këtu? A ka përmirësuar krijimtarin tënde ardhja këtu në Kosovë? Sigurisht, këtu ndihem e sigurt dhe mund të jetoj një jetë normale. Sepse në Kiev ne flenim vetëm 2 deri në 4 orë gjatë natës, sepse bombardimet vazhdonin deri në orat të para të mëngjesit. Nuk mund të jetosh një jetë normale në ato kushte. Kam parë që ke qenë pjesë e shumë sërive dhe videoklipeve këtu në Kosovë. Si ka qenë kjo eksperienca?